Fokusohemi një ngjarje të ndodhur të premtëm, por një problematik tashmë e cila po kalon në muaj të tërë, por edhe që ende nuk ka një zgjidhje të përfunduar apo nuk është kurorzuar me një zgjidhje, dhe për të cilën këtu do flasim. Pikërisht bëhet fjalë për një prej klinikave tona, bëhet fjalë për qendrën klinike Nën Tereza, për klinikën për fëmijë. Këtu në fakt personeli mjekësor dhe personeli tjetër, stafi tjetër i klinikës të premten dolën në protesta duke kërkuar të drejtën e tyre mbi pagën dhe më pas edhe për vendet dhe kontratat e pavazhduara dhe vendet e humbura të punës, por për të kuptuar pak më mirë se për çfarë bëhet fjalë, cilat kanë qenë kërkesat, si ka ardhur situata deri këtu dhe pse ndoshta më herët nuk është diskutuar kjo dhe cilat kanë qenë përfundimet nga takimi i cili është bërë me Ministrinë e Financave. Së bashku me mua këtu në studio kemi dy personel nga klinika për fëmijë, është Flora Gashi dhe Sedat Bushi. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Kanë kaluar vetëm pak ditë nga e premtja, më thoni pak fillimisht si erdhi deri te situata që personeli mjekësor i klinikës për fëmijë ta shef zgjidhje të fundit dalje në protestë. Ishte një mlef ose një problematike të zgjatur? Ky problem ishte prej muajit janar, domethënë ka filluar. Edhe për shkak që s'kemi marrë, s'është kanë domosdoshme protesta, po për shkak që s'kemi pas përgjigje konkrete, edhe kanë ardhur negativ, domethënë të dy kërkesat që i kemi dërguar, e kemi pasi patjetër me bë protestë, se s'kemi pas domethënë prej ku tjetër. Ju në fakt jeni pjesë edhe organizatorëve të protestës, përmendët dy kërkesa, të kthehemi pak në janar. Fillimisht u ndërprej paga, nuk u vazhduan kontrata, ta sqarojmë pak për publikun si ka qenë situata. Pas situata si ka qenë, si zakonisht kërkesat për marrëveshjet e reja, i drejtori dërgon muajin dhjetor. Edhe na kemi pas informata se drejtori ka dërguar ato kërkesat për kontrata të reja, ka ndodhur edhe më herët përgjigjet më ardhur brenda një muaj, 2 muaj. Ama kjo është pak si e tepërt, Vanesa shumë 5 muaj edhe është muajin prill, duket po erdhi njëre. Përgjigja e parë. Po, në fund të prillit. Fund prillit akon në përgjigja e parë që është negativ. E ne kishme japet shpresë, mos po ndodhë diçka në ndryshim, se drejtori kishme na takime me drejtorin. Drejtori na tha që do shlojmë apet një lutje tjetër, edhe përgjigja s'ka, jo. Edhe përgjigja e dytë, më duket se ka dalë negativ ka ardhur, edhe përgjigja e dytë. Për sa kohë ju keni punu pa kontrata? Do më thonë prej janarit, apo? Po, prej fillim vitit. Po, fillim vitit, tash më i 6 muaj. Vazhdoni të shkoni në punë, keni ndërprer shkollën? Personalisht jo, po ka që shkojnë punë ala. Ka punëtor. Një numër i vogël është që shkojnë. Po, ama shumica domethënë kanë lënë. Kjo nuk kupton që për 6 muaj ju keni shkuar në mënyrë vullnetare në punë me shpresën që do të ketë një përgjigje pozitive nga Ministria e Financave. Absolutisht po. Se ka ndodhur, si që ne cekëm atje në protestë, ka ndodhur edhe më herët ka ndodhur, që përgjigjet kthehen. Po diku në muajin shkurt janë kthyer mrena 2 muajve maksimum, janë kthyer përgjigjet. Ky rast, më pas në prill kemi marrë përgjigje negative, që nuk kupton që për një numër caktuar të personelit nuk është miratu vazhdimi i kontratave të punës. Për krejt shkemi me kontratë. Për krejt punëtor shkemi. Sa është numri? Afërsisht 50. Afërsisht 50. Dhe kjo sjellë deri te protesta të premten, më thoni pak, ishte e kënaqshme protesta, u arrit qëllimi i protestës? Mendojmë që u arrit, tash presim përgjigje, nuk e di prej tonën, thënë. Domethënë këtë javë presim, nuk çka do ndodhë di. Ju pas protestës hyjtë edhe në Ministrinë e Financave? Kishit takim? Po, kishme atje sekretarishëm, duket se njëna kjo sekretarisha tjetra kjo. Edhe shefi kabinetit. Edhe shefi kabinetit Ministrishës Financave. Ja tregum na problematikën që kemi në spital. Pritëm një farë përgjigja, ama ato s'kishin kur një farë përgjigja, s'kishin për momentit na japin neve. Thanë që dhe rishirtojmë landën prej fillimit, ta shumë se që ka prej të drejtoria, mos ka ne gabim. Na jemi staf jemi, nuk i dina ato, na pyetke neve për disa tabela, a i dina i kanë regullu ato tabelat, a janë shënu me mirë, me numra, si kemi ato informata, ato janë drejtorinalt, ato shka i pregaditin ato ne. Dhe ju vazhdojnë të mbetën edhe pa paga në këtë periudhë. Po.
Më thoni pak sa është dekurajuese të punohet në këtë mënyrë, sepse punoni në klinikën, fillimisht të punohet në mjekësi është një prej punëve më humanitare, por pastaj të punosh edhe me fëmijët, ata që janë e ardhmja jonë është një tjetër barë edhe më e madhe. Tema la më e veçantë është, po. Është shumë rënd tash për momentin më rënd e kanë këto që kanë mbetur në punë. Më thonë punëtorët, tash kemi edhe 2 vjetë dikun ka, po që ka me pas punësum, tani shumica kanë medalja në penzion. Edhe nuk ka kush punon, e tash për momentin e kanë shumë është zorë klinika. Edhe mendoj që diku drejt kolapsit, është shumë keq. Kishte mungesë të stafit të punëtorëve dhe para situatës me protestën e dhe largimin e juj nga puna? Po, absolutikisht. Po, para me na jemi 50 vjetë, na atje, a spitali 24 orë nuk mbillët, na jemi në konë shërbim. Kujdi, unë e vetë jam prind edhe ato fëmijët kur na vishin, ndishën sikur mi konë fëmijët e me. Na nuk kena pasur kur në i dallim me qëfarë gjuhe, fleta, po na i këshimi fëmijët, i kemi këshirën, sikur më konë fëmijët e tonë, sikur më konë. Atje është tash për momentin, është zdi qka tonë. është për gjendje e keqë, ose vetë drejtori neve nga ka thonë, pa juve, spitali do jetë kolaps. Se edhe 1 vjet, 2 vjet ka që ka dalin në penzion, ka aty shumica janë, ma që ka i mandej, që ka të bëhat edhe? S'ku e dim, shashtin e na shpresojmë që do regulohet, që të kthejemi edhe na të kthejemi atjene. Edhe që gjendja ma e mirë. Për moment një tha që një pjesë e kolegëve kanë vendosë që të vazhdojnë të punojnë pavarësisht pa rrogë dhe pa kontratë. Keni kontakt me ata kolegë, si është situata momentale? Kemi po dikun as 5% numri i vogël, shumë shumë numri. A janë 3-4 veta, a janë shka punojnë, vullnetarisht shka punojnë. Te për pak, që kanë mbetë. Keni kontakt, të regojnë se situata është përkecu ose... Në ambulancë sidomos është katastrofë. Situata është merë. Situata është, kuedi, ato në... Bashkë edhe një kolege, abe, munoj unë të kthej unë i bare më di, po është në... Edhe na kemi atje hargjime, kemi edhe na... Si mos gjithë, s'ket një farë zgjidhje, kemi, nuk është pak, 5 muaj me durua. Mas 5 mujve më e hupëm vatë vullnetin, atë shpresën, atë knashësin shka i kina pasë. Si me thonë, nuk shkëshme me vullnet, nuk shkëshme me mujnë e fundit. Pa tjetër, sepse në fund të ditës, sa do që është motivi i punës, i profesionit, në fund ditës e cili për nesh mundohet të mbanë edhe familjen e vetë. Në këtë rast janë ndiku edhe familjet. Të 5 muj, sa ka qenë randë është ta për juve të shkonin punë edhe nga nga tjetër të mos sillni përfitime në shtëpi. është a ka në randë, jo sa ka në edhe leta, ama si me thonë, na atje jemi ba, si një familje jemi ba, me kolekt, jemi lidhë, diqysh, si të thëmë, në ba njoj në ba, krejt, edhe për hatër të familje, për hatër ato pacienta që lërësh mundi me shku në spital me shku, ato në neve në këshilën, kur vinë, para me në vinë në përqafojnë, gëzonë që në shojnë, se mirë pretë me krejti pretë. Duke diskutuar këtë, sepse kjo patjetër është halli juaj personal edhe i tërë 50 personave që është personali i klinikës, mirë po a ka hapësirë që prindrit duhet shqetësohen, sepse klinika për fëmijë është adresa e parë, ku ndoshta prindrit drejtohen kur fëmijët kanë ndoshta pak kënaqësi me shëndetin. Po, nuk besoj që duhet mu shqetësu prindrit, se neve nuk kemi problem me pacientët tash për momentin. Kemi kërkesat tona bazike që i kemi, do të thonë pagesa më na u bë. Kontratat mu vazhdu edhe normalisht vendime me marë, po kjo nuk ka të bëj, nuk besoj që ndikon të pacientët. Po, kjo mungesa e stafit, po them në trajtimin, a do të mundet klinika për momentin të siguron trajtim të duhur të pacientëve? Mundet, besoj, po kur kemi mbi ngarkesë, do të thonë të personelit, është shumë me vështirë, edhe besoj që e kanë shumë të vështirë për momentin, që ato që kanë mbejtë. Fëmijët dhe marrin shërbimin, pa tjetër se ajo është spital është, po është si mu konë na si personal krejt atje, dhe marrin ma shpejt. Se është me një motor, krejt spitalin së me një administrator, 7-8 ambulante së një krynë, pa tjetër se ajo është
defekt i sistemit, se një administrator aty suni kryn për 7 administrator tjerë, shka du për momentin më kanë atjene. O ma, fëmijët kanë më kanë, besoj që janë krejt. Po, nevojat kryhen, po, normalisht shumë vështirë. Në vështirësi. Protesta ishte të premten, ju ende përgjigje zyrtare nuk keni qoftë nga ministria, apo t'ju jipet edhe nga brenda personelit, cilat janë hapat e ardhshëm që planifikohen? Po, besoj që nëse nuk ka me pas përgjigje konkrete, ne kena me vazhdu edhe me protesta, nëse duhet edhe më shumë më interesu. Nuk e di që ka mujna me bo përveç protestave, po ka me vazhdu. Derisa t'i marim kërkesat tona. Normal që do vazhdojmë, se na i kemi marrë atë hap, e kemi marrë, ma prapa nuk thejmë, na këshirëmi edhe për neve, edhe për klinikën. Se na jemi kanë pjesë e asaj klinike. Deri ndje jemi kanë pjesë e asaj klinike, kemi jetu për asaj klinike, edhe besoj që do zgjedhen, do ketë një fazë zgjedhje, po është që fazë zgjedhje do vendosin. Nga Ministria e Financave, do më thënë, të premtën kur e kishit takimin, nuk është që ju dhanë ndonjë dritje shile, ndonjë indikacion? Jo, u interesun do më thamë për punën që duhet, po në përgjigje konkrete jo nuk dhanë. Përgjigje s'pat, shumë në thonën se po, do ju këthejmë, po ato njëre në mërën si pyetje prej mos kena informatën se ku është gabim. Ato informata, shtë shkon Ministri Shëndetësisë, dhe drejtori Ministri Shëndetësisë, aty shtash në vetë Ministri Shëndetësisë ka thonë se është ajo, u ka bot diku një farë gabime administrativ, a shtash informata se ku është ai gabim, ato... Po, gabimi nënën e neve, do më thonë, është përmirësu, qatë moment që është bë gabime, është përmirësu direkt, po prap ka ardhë negative përgjigja. Do më thonë, prap përgjigja është dërgu, është kanë ketë në regull, po prap negative është përgjigja. Pra, priten edhe protesta në të ardhme, nëse nuk kemi një përgjigje pozitive. Po. Janë interesu ndoshta kolegët për kësaj situate për të ikja shteti, është motivu dikush duke thënë që këtu s'ka, si që themi, këtu s'ka hajrë, jemi duke punu pa rroga, dhe ndoshta të motivohen për dalja shteti? Ose gjithë kanë punu vullnetarisht këtu? Ajo është çështje personale, mas jemi kanun me vjetë atje në atë spital, zbesoj që ish largu dikush, Unë mendoj që po. Për shembull, normal, se cili këshirë për ardhmërinë më të mirë, edhe rinia sidomos, syti ka drejt Evropës. Pikërisht. Me cek edhe që neve nuk kemi në shëndetësi punojmë, po sigurim shëndetësor nuk kemi. Pjesa kryesore, do më thonë. Shumë në i punësu në shëndetësi, por neve s'kena sigurim shëndetësor. Në fakt, situata jote është edhe pak më e veçantë se ti përveç se që je punësu me në klinikën për fëmijë dhe je edhe paciente e qendrës klinike në Tereza. Me fibroz cistike, po. Do më thënë të njëti spital, aty i marrë terapit, aty krejt. Edhe jam e punësu me aty. Edhe më taj pak, si ka qenë ky 5 mujsh për ty në këtë dimension? Shumë i rëndë, se ta cekim që unë kam edhe terapi çdo muj që duhet t'i marrë. Do më thënë ato bleja më pare. Kam ushqimin shumë të rëndë edhe shumë me kalori, edhe ajo kushton, edhe normal është shumë zorë. Kjo situatë ka vështirësu, janë në dieni Ministria e Financave për këtë rast? Po besoj që po, por derisa jam e punësume aty, ato e dinë se kush jam. Po besoj që po. Atër mbetet që të shohim se cilat do t'jenë hapat e ardhshëm, unë realisht shpresoj që klinika për fëmijë të mbushet me stafin dhe personelin mjekësor, sepse është shumë e nevojshme që fëmijët, pacientët ta marrin tretmanin ashtu si duhet, shpejt, në kohë, në mënyrën e dur, po edhe ju t'jeni të kënaqur në fund të ditës. Shpresojmë që edhe ne. Nuk e di nëse kemi diçka tjetër për fund për çtu, ndonjë mesazh ndoshta drejt institucioneve, qytetarëve, nuk e dim. Nuk, vetëm shpresojmë që më shpejt e zgjidhim problemin, se secili ka nevojat e veta. Mesazh. Mesazhet të hapat pak më hapat shëndetësia, pak në timore pak sa më shpejt. Jo vetëm te spitali fëmijëve, por krejt spitalet çka janë, se krejt jemi nevojtar spitalit. Unë nuk thom se jam i punësuar atje, po them se si njëri Republikës, njëri shtetit, njëri si më thonë me shku në spital të edhe mos me pasën shërbimin e duhur, besoj se jo vetëm të fëmijët, po në krejt klinikat e Maqedonisë.
Shpresojmë që do rregullohet. Shpresoj që këto protestat japin sa më shpejt frytet e veta, edhe ju gjithë të ktheheni në normalitetin e juaj, edhe patjetër të mos kemi probleme në shëndetësi së paku. Faleminderit Faleminderit edhe juve.